Me lejoj të filloj të nderuar gjykatës duke thënë që Hashim Thaçi është I pafajshëm. Good morning and welcome. Mirëmëngjesi, mirë se vini gjithë. Konstatoj që të akuzuarit janë parandishëm të gjithë në sallë. Sot do vazhdojmë me deklaratat përmbyllëse në këtë çështje. Në mëngjes do vazhdojmë me deklaratën përmbyllëse të mbrojtjes së Hashim Thaçit. Në vijim do të dëgjojmë deklaratën përmbyllëse të mbrojtjes së Kadir Veselit. Do të ndjekim planin e punës së rendin e ditës të parapar në agjendë për fjalët për deklaratat përmbyllëse, që është në vendimin F0369. Thjesht po ju kujtoj që seansa sotme do të përfundojë në 16:45 minuta. Pushimet do të bëhen gjysmore në orën 10:30, pastaj vazhdojmë në orën 11 dhe një orë gjysmë në drek në orën 1 deri në orën 2:30, pastaj 15 minuta në orën 15:13. Dhe së fundmi, duke ditur që deklaratat përmbyllëse po përkthehen, gjykuesi kujton palëve dhe pjesëmarrësve të flasin të flasin ngadalë që të mundsojnë përkthyesve të përkthejnë gjithçka. Me këtë përfundojnë komentet e trupit gjykues. Tani do fillojmë me deklaratat përmbyllëse të mbrojtjes së Hashim Thaçit. Juve keni 4 orë gjysmë, që do të thotë se priteni të më përfundoni nga ora 15:30 sot. Mishetis mund të vazhdoni. Mishetis, faleminderit të nderuar gjykatës, mirëmëngjes i gjithëve, kolegëve, prokurorisë dhe gjithëve brenda dhe jashtë sallës së gjyqit, që fillimisht dëshoj të them që kemi premtuar kopje të prezantimit PowerPoint që do dojmë të shpërndajmë trupit gjykues me ust dhe një kopje për prokurorinë, dhe një kopje për mbrojtjen e viktimave. Gjykatësi, faleminderit Mishetic me lejen tonë tuaj. Mishetic, ndërkohë që po bëhet kjo gjë, do shfaqim në ekran një skicë të prezantimit tonë se si do bëhet. Do bëj fillimisht një hyrje, pastaj do të trajtoj çështjen e ndërmarrjes kriminale të përbashkët, do të trajtoj pretendimet e prokurorisë se Hashim Thaçi ishte antar I ndërmarrjes kriminale të përbashkët, pastaj do të trajtoj argumentet e prokurorisë lidhur me pozitën komanduese të pretenduar të zotit Thaçi, pastaj do të kaloj fjalën zonës Tabakole, që do të trajtoj çështjen e qeverisë së përkohshme të Kosovës, që nuk ka qenë, pra nuk ka kontribut I rëndësishëm I ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Bashkëmbrojtësi ambasadori Prosper do të trajtoj pastaj sulmet e prokurorisë ndaj dëshmitarëve të mbrojtjes dhe pastaj do të trajtoj çështjet ligjore dhe prova dhe përfundimisht dënimin. Me lejoj të filloj të nderuar gjykatës duke thënë që Hashim Thaçi është I pafajshëm. Kjo është piknisja juaj kur të filloni komendimet për marrjen e vendimit. Ne e dim që në këtë pikë ai ishte në procedurës ai ishte I pafajshëm, pasi ligji ju kërkon juve që ta prezumoni ato të pafajshëm. Mbesoni apo jo, kam dëgjuar kryetarë të tribunaleve ndërkombëtar të japin fjalime ku e keq kuptojnë këtë gjë. Ata thonë, konstatimi I pafajësisë nuk do të thotë që ne kemi thënë që ai është I pafajshëm. Kjo mënyrë mendimi keq kupton procesin e tërë të gjykimeve penale ndërkombëtare. Përpara jush keni 4 burra meshkuj, për cilët ligji thotë që duhet I prezumoni të pafajshëm. Ky proces është sjellur këtu sepse zyra prokurorit të specializuar kanë ngritur pretendime se ata kanë prova që vërtetojnë për te dyshimit të arsyeshëm se ata janë fajtorë dhe përledhoj për më shumë se 5 vite jemi të përfshirë në këtë proces ku duhet të bëj verifikimi I zyrës së prokurorisë së specializuar të pretendimet e tyre dhe për të parë nëse ata mund të vërtetojnë për këto pretendime. Ky gjykim nuk është një ekzaminim apo shqyrtim verifikimi I jetës së Hashim Thaçit. Kjo është verifikimi pretendimit të ZPS-së se Hashim Thaçi nuk duhet të gëzojë më tej prezumimin e pafajësisë. Kur të filloni komendimet tuaja, ju do të filloni nga qëndrimi se Hashim Thaçi është I pafajshëm dhe pastaj të vlerësoni nëse provat e paraqitura nga zyra prokurorisë specializuar ju kanë bindur juve jashtë dyshimit të arsyeshëm se Hashim Thaçi është fajtor. Nëse ZPS-ja nuk ju ka bindur ju do të arrini në përfundimin që ka të paktën një shpjegim të arsyeshëm të provave të ndryshëm
se Hashim Thaçi, ndryshe pra që Hashim Thaçi nuk është fajtor për akuzat që janë ngritur në atë akuzë, pastaj juve duhet të konstatoni se ZPS-ja ka dështuar, nuk ka arritur të provoj akuzat e saj dhe të arrini në një akt gjykim shfaqësues